Komuna e Vushtrisë në prizmen e seminarit të USAID-it. Tashmë është e ditur që USAID Demi rëndësitë e posaçme i kushton komunikimit dhe informimit të institucioneve lokale me qytetarë. Kjo dhe ishte arsyeja organizimit dytor të punëtorisë me zyrtar lokal kompetent të kësaj sfere nga të gjitha komunat e Kosovës. Punëtoria padyshim që ka ndikim për të parafruar përvojat e vendeve më të zhvilluara, në mënyrë që institucioni i komunës të jetë sa më transparent, të jetë sa më afër qytetarëve. Seminari mbi temën rritja e kapaciteteve zyrtare për informim publik dhe teknologji informative për të rritur transparencën komunale, në të cilën referuan Melihati Limani, ekspertë e lartë për pjesëmarrjen e qytetarëve, Demi. Pastaj raportimi i Agron Bajramit, kryeredaktori i gazetës Koha Ditore, lidhur me mënyrën e të bërit të lajmit sa më tërheqës për komunikim nga qytetarët, padyshim që ishin përvoja të duhura. Gjithashtu, temë interesante ishte prezantimi Ramadan Klisturicës, specialist për kuvendet komunale lidhur me mënyrën e prezantimit në publik të ngjarjeve nga kuvendi komunal dhe administrata komunale. Zana Budina, specialiste për komunikim DEM USAID, ka prezantuar në detaje për mënyrën e dizajnimit të buletinit komunal. Gjersa Flamur Mripa, konsulent për teknologji informative nga Ministria e Administrimit për Shtetit Lokal, ka diskutuar për rolin e teknologjisë informative si mjet për rritjen e transparencës komunale për mirëmbajtjen e web faqes komunale. Prezantues ishte Fidan Ferizi, administrator për teknologji informative. Një përvojë të re krahas këtyre temave të shtjelluara, pjesëmarrësit marrin edhe për mënyrën e prezantimit të planit për shpërndarjen e buletinit komunal. Ku qëndron komuna e Vushtrisë ka shik këtyre referenca. Sektori i saj informimit dhe komunikimit me publikun ka arritur një standard i cili premton për të zhvilluar. Për të arritur nivelin e vendeve të zhvilluara, komuna e Vushtrisë tashmë ka të instaluar dhe bërë praktik të komunikimit direkt me qytetarët përmes pasqyrimeve publike në vendet publike dhe tabelat e komunës për të gjitha vendimet, rregulloret, thirrjet e tjera. Po në ato vende, qytetarët kanë pasur e do të kenë mundësi të shohin të gjitha projektet e parapara për realizim nga investimet kapitale për vitin kalendarik, me gjithë kostot e tyre financiare prezantohen gjithashtu edhe buxheti i komunës në formë të shkurtër tabelare, ku qytetari sheh qartë destinacionin e mjeteve buxhetore të shpërndara, siç sheh edhe planifikimin e të hyrave tanake. Webfaqja komunale përbëhet dhe freskohet duke pasqyruar me të gjitha planet e punës së kryetarit të komunës, planën e punës së kuvendit, planën e punës së drejtorive komunale, duke përfshirë dhe të gjitha raportet e punës. Aty qytetari gjen edhe të gjitha rregulloret aprovuara në kuvend, proces verbale të mbledhjeve të asamblesë komunale dhe dokumentacionin tjetër relevant. Po në këto faqe, me iniciativë të këtij sektori dhe urdhëresë të kryetarit të komunës është hapur edhe këndi i opozitës në kuvendin komunal, si dhe këndi i komuniteteve Pakic, në të cilën furnizues të tyre janë vetë opozita dhe komuniteti Pakic. Në ballinë të kësaj web faqe qëndron edhe këndi nga ku qytetarëve ju mundësohet të kenë qasje me dokumente zyrtare të komunës përmes kërkesës elektronike. Një kaptinë e veçantë i kushtohet hartimit të lajmit ditor, pasi mendojmë që lajmi për të qenë tërheqës duhet të jetë i saktë në kohë dhe cilësi. Në dëgjimet publike, qofshin ato të përcaktuara me ligj apo edhe atyre të organizuara nga institucionet lokale, me grupe qytetarësh apo grupe të interesit qytetar, vazhdimisht prezantojmë me formën elektronike realizimet dhe investimet e kryera gjithmonë duke vënë në dukje koston financiare të projekteve të realizuara si dhe aktivitetet komunale. Në webfaqen e komunës gjithashtu ekziston edhe këndi video galerisë. Aty qytetarët në formë pamore mund të shohin aktivitetet komunale, punën e kuvendit komunal, realizimin e investimeve komunale dhe storje tjera të realizuara, duke përfshirë edhe dokumentar gjithmonë të realizuara me motivin për të qenë tërheqës për qytetarët.
Kuvendi komunal, përveç në formën klasike të prezantimit, puna e tij prezantohet direkt nga radio lokale dhe format e tjera të prezantimit. Flet palosjet, buletini komunal dhe rrjeti social. Sektori komunal i informimit dhe komunikimit me publikun veç formave tjera, me qytetarët komunikon edhe përmes fletpalosjeve të hartuara për qëllimet objektive të caktuara, siç ishte ajo ku pasqyrohet realizimi i buxhetit komunal për vitin e përfunduar kalendarik, ajo e dëgjime publike për ambientin e tjera. Shpërndarja e tyre bëhet me vendosjen e vendet publike, por edhe nga organizatat rinore. Këtë vit, mendojmë të shtojmë angazhimin për të pasur edhe më shumë fletpalosje të tilla, të cilat do të mbulojnë të tërën aktivitetin e komunës dhe kuvendit komunal. Komuna e Vështrës, përkatësisht sektori i saj informimit dhe komunikimit me publikun, ka vite që nxjerr buletinin e saj vjetor, përkatësisht revistën Viciana, në kushtet e ekzistencës, përkundër dëshirës që ky buletin të jetë së paku mujor, mundësitë fizike dhe angazhimet nuk po mundsojnë një zhvillim të tillë. Gjithashtu nxjerrja e buletinit të tillë, i cili do të kryente funksionin më së miri, po të ishte javore, madje edhe ditore. Ka një kost të shpenzuese të nxjerrjes së saj konform një standarde të caktuar. Lidhur me shpërndarjen e tij, nuk ka pasur asnjëherë problem, pasi ekzemplarët e tij qytetarët e Vështrës vetë kanë marrur brenda pak ore me të vendosur në shportën para objektit të komunës. Buletinet specifike, sektori gjithashtu ka punuar dhe i ka shpërndar qytetarëve gjatë debateve të organizuara me qytetarët. Padyshim që kaptinë e veçantë të angazhimit por dhe transparencës janë kanalet e komunës në rrjetin social të internetit. Tashmë komuna ka kanalin e saj të dizajnuar në Facebook, i cili konsumohet shumë nga qytetarët e kësaj komune. Madje ata paraqiten mjaft aktiv në dhënien e komenteve, sugjerimeve, vërejtjeve, e shtrojnë edhe pyetje të cilave padyshim që u jepet përgjigje. Edhe në këtë kanal të rrjetit social, komuna ka paraqitur aktivitetet e saj si në formën e shkruara dhe atë pamore përmes videogjerimeve. Kanal të tillë ky sektor ka hapur edhe në rrjetin YouTube, ku shikueshmëria brenda pak muajsh ka arritur në 50.000 klikime. Kanalet e komunës janë edhe Twitter dhe rrjete të tjera. Suksesi i treguar padyshim që është edhe fryt i bashkëpunimit shumë të mirë me USAID-in me këtë sektor dhe ndihmës të ofruar teknike nga USAID-i. Është edhe fryt i përkushtimit dhe angazhimit të stafit dhe jashtë orarit të punës, i cili jo rrollë gjatë i gjenë mes natë me montazhin dhe komunikim me qytetarët për çështjet e komunës. Ky angazhim jo shpesh kuptohet drejt nga burokracia e shablonizuar, të cilat po thyen fal mbështetjes nga i pari i komunës Bajramulako.